me administratën e re në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Që ky refuzim ose që kjo kokforci në të qenit fleksibil karshi kërkesave tyre edhe kur janë të padrejta e papranueshme, mendoj që të kushton më shumë se sa me administratën e kaluar në të cilin pashtu na ka kushtuar. Do me thonë, për që të administratë, edhe kemi pa në disa raste në këtë mandat të shkurt, në kohë të shkurtë të mandatit 2 Trumpit, që nëse nuk i pëlqen njeriu, pra nëse ka një mos pëlqim me sjelljen e njeriu, që i doket që s'pe respekton, që i doket kështu, që i doket ashtu. Pesë pare si janë. Prandaj po them që ne kryeministër tjetër. Se Trumpi thotë që ky që nga ai që duhet mua. Se ne që ta muj me shumë mirë. Të lutem pra. Nëse, tani a thot Trumpi? Unë po pres që po. Te presin. Po. Kur? Unë po pres që jo, ai ka më vëroma të mëdha se sa Kosova. Okej, presim pra. Qëre, malse edhe fjali dhe përfundova. Pra, është e rëndësishme me pas njeri i cili konsiderohet nga bashkësia ndërkombëtare, që është krye të shtetit, konsiderohet nga bashkësia ndërkombëtare si person me të cilin mund të bashkëpunohet. Se kur e ke një person me të cilin mund të bashkëpunohet, ti bëhesh pjesë e procesit politik. Ky është diskursi i LDK-s. Kur e ke një person me të cilin nuk mund të bashkëpunohet, siç na ka thënë presidenti Macron, siç na ka thënë administrata e kaluar e Shtetit Bashkuar të Amerikës, siç na ka thënë disa persona të kësaj administrate e kështu me radhë, atëherë ti je automatikisht i përjashtuar nga procesi politik. Që i bie që zgjedhjet që vinë dhe të ofrohen dhe ose të propozohen kanë me qenë shumë të këqija se sos merret parasysh fare. Visar me këtë diskurs prej natë që Kosova është ngopes të ngop. Diskursi politik i LDK-s që bashkësia ndërkombëtare na rregullon, bashkësia ndërkombëtare na çliron, bashkësia ndërkombëtare na i sjell kryetar. Qeveri që ke diskursin e njëjtë me LDK-s. Po kushtat që bashkësia ndërkombëtare na rregullon, nuk e kuptoj pse vëlla. Po, takimi nga komuna, po veç një informat e shkurt nga komuna e Drenasit të më shkujtë. Thojnë, diskutimi i Ladrovcit dhe Glaukut në Mursia, në Spanjë, ka qenë për me shti rasadin e specit pe i Komoranit me bo simbol të mbrojtën të Republikës Kosovës. Që kjo kështë me qenë tema, që ato ishtë daku. Vishtë ta shtaja. Si informat. Në keni mu shumë. Në keni mu, se do mos për debatin këtë më shumë. Si lajmë, pra qëto, pra Glauku Njuvca me Ladrovcin kanë bisedu për asat specave. Atë kepve. Kepve atë specave. Somburgës. Belgzim. Po dhe që Ladrovci dhe Glauku kanë me po koalicionin për DKV. Koalicioni specave. Ja, që, po du më rikëthë ato qëfar qeveria nga duhet, që. O të numrat për kur Përsërina u thanë edhe një herë këtu, që neve për në të shka një qeveria, cila sa po kuptoj, qeveria duhet më orientu të çështja e mbrojtjes, edhe ka çështje historia me vazhdu aty ku jemi. Jo vetëm, edhe ekonomi, edhe arsim, edhe kurrën dhe i Shkodër, se ata më duhet mua, se në Shkodër shkoj shpesh. Pra, ti po zhu që çështjet domethënë primare që i ka domethënë me të rëndësishme Kosova, ato duhet me E që të Gjilanit prov spjalëk. Po e për Gjilanit që një tjek Gjilanit Allah, Shkodra, Tetova, Maspori, me mujt Kamalizi, me bo tunelin atje të Kula, masa në këqyrim Gjilanin pejnë këto Allah, mos të shini që ka qërë për kuptaj. Po mire ki. Shumë mushtin e ka i sheni. Gjilani kryet si vjetë, mos e... Autostrada e kam fjallë. Jo, po, mire ki. Alin, ka marrë optimizm se nëse bëhet Fatmi Lima i Ministri Infrastrukturës. Për dhe në gjakë që Për shembol, aja kryl, bët dë zhera, shka. Aja krypune. Se vjetë në këtë në kureq. A pëse infrastruktura... Sinergji. Pse duhet infrastruktura